asnjë investim, nuk kanë sjell asnjë njohje, nuk kanë sjell asnjë antarësim, nuk kanë sjell as diçka. Domthon diplomacia këto 5 vite është kanë e vdekun, domthon është një kufum. Vjosa Osmani dhe Donika Gërvalla që janë përgjegjëse të diplomacisë, më shumë ti kanë bërë ekskursione në për vende egzotike, Panama, Indonezi, në rregull është që kanë shkuar atje. Reklama, domthon, nuk kanë sjell asnjë investim, nuk kanë sjell asnjë njohje, nuk kanë sjell asnjë antarësim, nuk kanë sjell as diçka. Domthon diplomacia këto 5 vite është kanë e vdekun, domthon është një kufum, kur asgjë tjetër. Edhe i kanë popullu ambasadat me njerëz vet, me familjarët vet, me antar simpatizant vet, domthon dëgjueshëm për më ju kry shërbimi këtyre dyjave, domthon e familjeve të tyre. Domthon është bën një privatizim i diplomacisë, domthon personalizim i diplomacisë dhe kur nuk mahet mend. Ma në nivel kemi qenë na diplomacia Kosovës kur s'kena pas ministri para lufte, s'kena pas shtet. Në vitin 90. Po, e kena pas zyrë të hapna gjithkund. Unë s'ka zyre, po s'm keq kupto, zyre tranzishme në botë, në Amerikë, në Evropë, në Kanadë, edhe te në Irak, që se kam pas të hapun, domthon që s'kam vizitu, edhe tjerët. Edita Tahiri, Skender Hyseni, mos flasim për presidentin Rugova, po flas për vitet para lufte. S'kena pas na kur, s'na ka thonë kush ju. Edhe na kanë përkrah, na kanë bërë rezoluta, na kanë mbështet, na kanë suportu, edhe në sajt aty në misive, na kena kriju simpatin e botës demokratike, të Amerikës dhe të Evropës. Tash jena në fazën e humbjes kësaj simpatie. E tash me riparu duhet vetëm partit që kanë qenë pjesë e kësaj politike, këtij koncepti, këtij vizioni, siç është për shembull Liga Demokratike, Partia Demokratike dhe Aleanca. Unë luftëtar jam, domthon pa unë nuk marr pjesë zgjedhje. Unë jam luftëtar i Kosovës sepse krejt jetën time ja kam kushtu, sikur krejt tjerët, po unë po flas për veti, lirisë dhe pavarësisë Kosovës. Dhe këta i kanë bërë shumë dome. Tash mu vjen turp me kërku një takim po zom në Këshill të Evropës që kam miq, Parlament Evropian, se fjala e parë që më kanë thonë, që kur i kam taku, na nuk i kemi ditë si jeni kështu ju, ti na ke thonë se veç Miloševići është kaq i keq ndaj ju si jeni kështu ju. Shka ish puna ju? Kush ju ka thënë? Miq tanë, ndërkombëtar. Domethënë, çak mu më kanë thonë vetë në telefon kur kam bisedë me ta, kanë thonë nëse vazhdoni kështu në Zagreb përpjet mu kështu decisivisht, më kanë thonë kena më aqit rampën, kena më aqit perden. S'keni shka me lyp për Bashkimin Evropian.